Lindon, faleminderit shumë që je sonte me neve dhe me dëgjuesit e Radio Dugaxhinit. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi ime. Kallëzëm pak çysh u ndjeve emocionalisht pas përfundimit të ndeshjes. Po, pasi që dim ka qenë një ndeshje rëndësishme shumë e ne, pasi që kundër një kombëtare shumë e fortë siç është Suedia dhe besoj që ndeshja ishte shumë emocionale nga ona jo, pasi që dinim nëse me marrim 3 pikë në Suedi, kemi shumë gjasa që të shkojmë në botror, kështu që luftuam gjithë së bashku e përgatitëm ndeshjen mjaft mirë duke ja nisur qysh nga stafi trajnerëve dhe deri te lojtarët. Luftuam bashkë nga minuta parë e fundit, edhe pse me pak vujtje, por ky është futbolli dhe në fund ja ka vlerë çdo mund sakrificë dhe vujtje. Qysh ka atmosfera brenda zhveshtorës? Kjo na shpesh na intereson kjo pjesa e festës mbrana. E pam në disa sekuenca që është festu fort. Po, si që keni pa videot jam postuar, kemi festuar mjaft shumë, së pari kemi festuar në fushë me tifozët, pastaj vetëm ne lojtarët në zhveshtorë, që ishte për mua një ndjenje pa përshkueshme dhe një moment shumë i veçantë, jo vetëm për mua, por për të gjithë lojtarët e kombëtarëve që ishin pranishëm në këtë grumbullim. Lindon, realisht prej tifozëve që ishin në stadiumu befasova sa shumë pat shqiptar në stadiumin e Göteborgut gjatë ballafaqimit me Suedin. Po, ishte një numër shumë i madh shqiptarëve, kështu që as ne nuk e pritëm që të ishin shumë shqiptar, nga kur e shikon stadiumin dhe e kthen kokën nga gjithë stadiumi vetë të flamujt të Kosovës dhe Shqipërisë dhe na bën që të ndjehemi sikur të luajmë në Fadil Vokri dhe atmosfera ishte shumë në një nivel tjetër. A mund të themi që pas disfatës thellë nga Suedia, Kosova mësoi shumë si ekip, po ashtu edhe trajneri në realitet me Kosovën, edhe këto 3 ndeshjet e fundit nuk psojmë gol, jemi shumë as solid. Po, mund të them që me lojën me Zvicrën nuk u paraqitëm mjaft mirë, por mund të them se loja me Zvicrën nuk është pasqyra jonë e vërtet, pasi që dim kemi mjaft lojtarë cilësor, që jemi bërë një mix tani duke lojtarë me provojmë dhe disa të rinj. Dhe tani kemi shfaqur mjaft lojë të bukura këto lojët e fundit dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu. Sa është e vështirë për shembull Lindon na jashtë të shohim në televizor lojën, po sa është e vështirë me u ballafaqu me nivelin e futbollistëve çfarë ka Suedia, ka të Liverpoolit, ka të Newcastle, ka të Liverpoolit, ka Barcelonës. Po, shumë mirë pecek, por është ketë vetëm si e përgatitje vetën në fushë, a kupton. Por nëse luajmë me këta lojtarë që ka kombëtarja është shumë e lehtë që të paraqitesh edhe ti mjaft mirë, pasi që jemi një grup që disa vite bashkë dhe e kuptojmë njëri tjetrin shumë mirë. Qysh është me punu me Franco Foden? Si e vlerëson përzgjedhësin gjatë kësaj periudhe? Sa është i afërt me Juve, sa ka arrit me transmetu ato që kërkon? Megjithëse rezultatet e dëshmojnë këtë, po brenda nuk e shohim ne. Po, mund ta them që mund ta cilësoj shumë lart tani në foto, pasi që ka bërë një punë mjaft jashtëzakonshme ai dhe stafi i tij, pasi që si ka ardhur ka vendosur disiplinë dhe gjithçka tjetër dhe shkon që është më së miri. I afron të gjithë lojtarët, e marrin grupin të bashkuar dhe shpresoj shumë që të vazhdojmë kështu me të ritëm dhe pse jo të shkojmë në botror, pasi që besoj që kemi mjaft shumë shansa që të shkojmë. Këto rezultatet e fundit besoj ndihmojnë shumë edhe në rritjen e moralit të komplet ekipit. Po, shumë mirë pecek, pasi që ta mposhtu Suedin 2 herë nuk është e vështirë, siç e theka më herët. Po duhet të jemi në këmbë në tokë, pasi që kemi edhe 2 ndeshje tjera që na presin mjaft vështira. Tani ka marrë fund ndeshja me Suedin, e kemi përfunduar, tani mendojmë vetëm për Sloveninë dhe Zvicrën. Dhe shpresojmë që të marrim rezultat pozitiv. Në bazë të lojës që aplikojmë, sa mund të jenë të vështira këto 2 sfida? Sloveninë e provuam në shtëpi, barazuam me ta, po sa mund të jenë të vështira tash me Sloveninë në tem dhe më pas me e fundit, le të themi finalja e fundit me Zvicrën në stadiumin Fadil Vokri.
Po, asnjë ndeshje nuk është e lehtë, pasi që siç e dimë kemi një grup mjaft të vështirë, por besojmë që në Sloveni do shkojmë vetëm përfitore, siç kemi shkuar në Suedi që të marrim vetëm 3 pikët. Nuk ka rëndësi a është Suedia apo Zvicra apo Slovenia, kudo që luajmë na hym vetëm përfitore. Besoj që kjo ka qenë dhe bindja jonë dhe që të marrim 3 pikët kundër Suedisë, po kështu do futemi edhe në Sloveni me shumë vetbesim, dhe që mund të kalojmë këtë pengesë. Lindoni, një futbollist i dal nga futbolli i Kosovës, i rritur këtu me shumë sukses, ke luajtur edhe në Superligën e Kosovës, tani më karriera jashtë. Si është për Lindonin me bart fanellën e kombëtarës së Kosovës me përfaqësu një shtet? Po, mund ta them pasi që është një ndjenjë e papërshkueshme për mua, pasi që kam qenë te kombëtarja qysh nga mosha 18 vjeçare, kështu mos gaboj te kombëtarja A, dhe që nga dita parë që kam shkuar jam ndier sikur në shtëpi, më kam pritur djem shumë mirë. Por besoj që tani për mua është një moment shumë i bukur, jo për mua, por për të gjithë lojtarët, pasi që me këto rezultate që po kemi dhe që kemi shansa të shkojmë në botror është një ndjenjë e papërshkueshme. Nuk më është të mbetesh pa fjalë. Kësaj radhe, le të themi, kemi pas fat edhe në disa elemente. Ju duke i përfshi, ju edhe shumë futbollistë tjerë veni nga një formë e mirë edhe tek klubet ku keni pas sukses në ndeshjet e fundit e pas kjo po transformohet edhe te kombëtarja, besoj. Po, normalisht, pasi që duhet të bësh maksimumin në ekipin tënd që të shënosh gola, të luash në ndeshje, pastaj kur son kombëtarja duhet të jesh 200% gati. Edhe në fund, po. Pa marrë parasysh që se paraqitesh në lojë ose 10 minuta 5 do të jesh gjithmonë gati. Shpresoj dhe grupi i lojtarëve që ka Kosova është gjithmonë gati të gjithë lojtarët. Mos e që kam parë unë, pasi që 1 minutë është të gjithë djem mund të futen në lojë dhe të japin maksimumin. Besoj që kjo është ky fryma e grupit dhe që këto rezultate po vinë tani. Edhe fal punës së trajnerit Fodat, si ka më herët. Futbollistët që ka qenë më herët tashmë i dim, por kemi pasur këto prurjet e fundit si Avdullahu, Hajdari dhe Hoxha, e pam edhe Hajrizin duke veshur fanellën e Kosovës. Cila është përshtypja jote për këta futbollistë veçanërisht? Po, mund të them që kanë bërë një punë mjaft mirë pasi që kanë ardhur dhe siç po shihemi në ndeshje, kanë shumë pak kohë që kanë ardhur në kombëtar, por duket që janë që 3-4 vite së bashku me ne. Dhe këtë vit dëshoj vetëm sukses dhe shpresojmë që të vazhdojmë kështu së bashku. Unë të falenderoj shumë për kohën, Lindon. Faleminderit që ishe sonte me ne. Ishte kënaqësi edhe imja gjithmonë. Edhe ju dëshoj shumë fat edhe shumë sukses me Kosovën. Forca. Faleminderit, inshallah. Forca Kosova. Ciao. Ciao. Faleminderit shumë.